Personat që anë sheg duhet urgjent ta dëgjojnë këtë, do ngeleni pa fjalë. Shega është ndër frutat më të rrallë për nga vlerat që ka për shëndetin. Shumë studime kanë vërtetuar që bëhet fjala për një nga frutat më shërues në botë për shkak të ndikimeve të dobishme në sistemin kardiovaskular, nervor dhe atë kockor. Përveç dobive për zemrën dhe për enët e gjakut, përbërësit e shegës pengojnë rritjen e radikaleve të lira në problemet e prostatës, të zorës së trashë dhe parandalojnë gjithashtu edhe nxitjen e rritjes së tyre. Shega është një nga përdorimet më të mira për shëndetin tuaj. Sipas Eltlaj, në këtë video do të rëndisim disa nga përfitimet më të mira të konsumit të këtij fruti. Ajo vepron si një antioksidues. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Kokrat e vogla të shegës jo vetëm që përmbajnë vitaminën C, por janë gjithashtu të pasur me substanca të tjera të rëndësishme, si acidi punik, një antioksidant që gjendet te shega dhe disa ushqime të tjera që ndihmojnë në trajtimin e obezitetit, diabetit dhe sindromës metabolike. Sipas një studimi të vitit 2014, potenciali antioksidues i lëngut të shegës është më i madh se ai te vera e kuqe. Shega ndihmon gjithashtu në luftën kundër radikaleve të lira. Njerëzit që ndjekin një dietë të pasur me fruta dhe perime kanë një rrezik të reduktuar të zhvillimit të radikaleve të lira. Studiuesit tregojnë se shega dhe lëngu i saj potencialisht mund të parandalojnë rritjen e qelizave të dëmshme si ato të prostatës, xhirit, mushkrive, zorrës dhe lëkurës. Shega është një produkt shumë i mirë edhe i shëndetshëm për zemrën. Antioksiduesit të shega parandalojnë akumulimin e depozitave yndyrore rreth arterjeve. Ky grumbullim mund të çojë në një sulm në zemër dhe probleme të tjera të zemrës. Konsumi i shegës ndihmon në uljen e presionit të gjakut dhe farat e saj përmbajnë një sasi të mirë të fibrave që ulin kolesterolin. Shegët përmirësojnë koagulimin e gjakut. Gjysmë filxhani nga lëngu i shegës mund të rekomandohet gjithashtu për marrjen e vitaminës K. Ky mikronutrient i tretshëm në yndyr mbron gjakun dhe gjendjen e tij nga koagulimi i duhur. Gjithashtu shega është një nga produktet më të mira ushqyese dhe sipas studimeve duhet të jetë pjesë e pandare dietave tuaja. Duke e konsumuar brenda normës, ajo do t'jap përfitime të mira për shëndetin e zemrës. Theksohet se konsumi i shegës në mënyrë të rregullt gjithashtu mund t'jap efekte pozitive në rritjen e vlerave të trupit. Të njëjtën gjë mund ta merrni edhe nga konsumi i lëngut të saj. Andaj, ajo që do t'i ofrojë shëndetit tuaj konsumi i rregullt i shegës, do të përbëjë gjithashtu edhe një ndryshim metabolik pozitiv. Brenda shegës gjenden afërsisht 800 fara të vogla ngjyrë të kuqe. Shija e vogël varion nga ato të ëmbla deri te të thartat. Shega kryesisht ka mallësinë e një portokalli ose një grapefruit. Ka formë ovale me lëvore me ngjyrë të kuqërrem. Kokrat e saj janë të pasura gjithashtu me vitaminën A, vitaminën B, ndërsa plotëson rreth 50% të nevojës tonë ditore të vitaminës C. Hipokrati e cilësonte atë si një ilaç më të mirë për ftohjen, ndërsa egjiptianët e lashtë e tregonin se kishte vlera të larta terapeutike dhe lëngu i saj cilësohej si lëngu i jetës. Në Europë, në shekullin e 19, lëkurat e shegës përdoren gjithashtu për të lehtësuar entjet dhe gjithashtu mund të ofronin përfitime të mira për shëndetin. Shkenca po merret me zbulimin e sekreteve të shegës. Studimet përbërëse tregojnë se nutrientët e frutit të shegës, lëngu, madje edhe vaji i saj mund të ofrojë shumë përfitime në dobi të shëndetit. Shega është një produkt shumë i mirë edhe kundër një sër komplikacionesh. Shega, një nga frutat më të shijshëm, këshillohet që të jetë pjesë e dietave tona. Fakti që ky frut maturohet plotësisht në fillim të vjeshtës dhe vazhdon të korret deri në fillim të janarit, na bind edhe më tepër se përmban vlera ushqyese dhe kuruese të jashtëzakonshme. Që nga koha e Hipokratit, terapeutistët përdornin lëkurën, gjethet dhe farat e saj për diarren, probleme të ndryshme të trupit. Gjithashtu, specialistët theksojnë se lëngu i shegës arrit prodhimin e rruazave të kuqe të gjakut, lehtëson nga temperatura dhe zvogëlon ngarkesat kardiake që vëzhgohen kur dikush është i sëmurë me ftohje. Ajo është ideale të përdoret gjithashtu edhe për kollën dhe temperaturën. Për më tepër, përmban një sasi të madhe të elementëve të estrogenit bimor dhe flavonoideve që kanë ndikime në mbrojtjen e lëkurës, flokut dhe thonjve.
Studimet të mëparshme kanë treguar se shega është e përshtatshme edhe për të parandaluar infarktin dhe sëmundje të tjera të zemrës, pasi është e pasur gjithashtu me antioksidues të shumtë. Ullumtimet e fundit mbështesin se lëngu i saj mund të mbrojë gjithashtu kundër infeksioneve bakteriale, problemeve të lëkurës, parandalimin dhe ngadalësimin e prapjes së qelizave të dëmshme në mushkëri, në prostat, në diabet, gjithashtu dhe osteoporozë. Një studim i Universitetit Elisabethian të Edimburgut në Skoci provoi se konsumi i lëngut të shegës në gjendjen e tij frutore ose si lëng është në gjendje të rrisë edhe gjithashtu shumë përfitime të organizmit. Po pse është kaq e dobishme konsumi i shegës? Shkencëtarët amerikanë mbështesin se konsumi i përditshëm i shegës është një nga mënyrat më të mira të cilat mund të pengojë edhe komplikacionet e shëndetit të kujtesës, përmban lëndë antioksiduese që kontrollojnë gjithashtu tensionin arterial dhe ulin nivelin e kolesterolit. Shega e pjekur mirë dhe e nxehtë gjithashtu është një produkt shumë i mirë ushqyes edhe ndihmon shëndetin e fytit, mushkërive dhe bronkeve, vepron gjithashtu si një lehtësues i mirë për kollën, gjithashtu edhe në luftën kundër problemeve të stinës. Si laksativ i lehtë pengon kalbëzimin në lukth dhe është shumë e fuqishme në mesin e kategorive të ngjashme të ushqimit me burime të vlerave të substancave të mira për trupin. Shega është një produkt i mirë edhe për lukthin, që tretet lehtë dhe gjithashtu mund të jetë një produkt i mirë në lehtësimin e këtyre komplikacioneve. Ndaj, konsumi i saj është një nga produktet më të mira për shëndetin e përgjithshëm. Shega është një nga pemët mesdhetare zakonisht e cila mund të japë shumë përfitime në mbrojtjen e shëndetit. Shega mund të përdoret në forma dhe vlerat janë të larta. Të dhënat tregojnë se shega është e mirë edhe për shëndetin tuaj të muskujve pas tërvitjes. Studimet e hershme sugjerojnë konsumin e lëngut të shegës 2 herë në ditë për 15 ditë me radhë për të ndihmuar në lehtësimin e muskujve pas tërvitjes. Gjithashtu shega është një produkt i cili mund të konsumohet në forma të ndryshme dhe vlerat që do t'japin organizmit e bëjnë atë një nga pijet më të mira për të konsumuar në mënyrë të rregullt. Shega është ndër frutat që me lëngun e saj mund të lehtësojë disa komplikacione. Është e njohur për vlerat ushqyese dhe shëruese, prandaj sugjerohet të konsumohet rregullisht lëngu i shegës. Shumë studime kanë vërtetuar se është një nga lëngjet më shërues në botë për shkak të ndikimit të dobishëm në sistemin kardiovaskular, nervor dhe atë kockor. Përveç dobive për zemrën, gjithashtu edhe prenët e gjakut, përbërësit e shegës pengojnë arritjen e bakterieve dhe qelizave të këqija të gjirit, prostatës, zorrës së trashë dhe parandalojnë gjithashtu ndryshimet të cilat rrisin komplikacionet në organizëm. Shega është e mbushur me vitaminën C dhe konsiderohet një kuruese kundër problemeve inflamatore, ndërsa është një burim i shkëlqyer i vitaminës B5, kaliumit, fenoleve natyrale dhe flavonoideve. Për ngritjen e imunitetit dhe parandalimin e çrregullimeve shëndetësore, ekspertët rekomandojnë konsumin ditor të 250 ml lëng shegue të shtrydhur çdo ditë. Acidet yndyrore që përmban lëngu i shegës reduktojnë entjen dhe dhimbjen e muskujve. Lëngu i shegës lufton infarktin dhe problemet që lidhen me stomakun, zorrën, dhimbjet e barkut, entjen e bajameve dhe acarimet e mishrave të dhëmbëve. Ato mbrojnë dhëmbët, forcojnë zemrën, luftojnë ftohjen gjithashtu edhe luhatjet e gripit, ndaj konsiderohet një frut shumë i shëndetshëm për organizmin tuaj në tërësi. Dhe pikërisht këto janë disa nga vetit dhe arsyet pse duhet ta keni këtë frut të pandarë vazhdimisht në dietën tuaj. Shumë studime vërtetojnë se një nga lëngjet më shërues në botë për këtë komplikacion është gjithashtu edhe shega, i cila mund t'japë përfitime të mira për shëndetin kardiovaskular, për nindet, nervat, gjithashtu edhe për kockat. Ndaj konsumi i rregullt i shegës në dietat tuaja mund të luajë role pozitive. Përveç dobive për zemrën, shega është e mirë për enët e gjakut, gjithashtu edhe për elementet tuaj të shëndetit të lëkurës. Ndaj mos nguroni ta keni pjesë të dietave tuaja. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor.
dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme, masat paraprake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.